disa obligime ta zëm të miratoj buxhetin, sepse ka rrezik që Kosova nga viti i ri të mbetet pa buxhet. E dyta, të bëj amandamentimin e kushtetutës nenit 97 që ka të bëjë me zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetarit të parlamentit dhe që ka shkaktuar krizën, ta bëj amandamentimin e asaj pjese të kushtetutës dhe pastaj të shkohet normalisht në zgjedhje. Nuk e di nëse kjo do të bëhet, sepse druaj që do të ketë marrëveshje, por nëse shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme, qoftë me vendimin e gjykatës kushtetuese, sepse nuk përjashtohet mundësia e ndërhyrjes së gjykatës kushtetuese rreth rastit të nënkryetarit, zgjedhjes së nënkryetarit serb, qoftë me këtë spekulimin sipas cilës zonja Osmani mund të jap dorëheqje dhe të dërgoj vendin direkt në zgjedhje të jashtëzakonshme, tani këto janë gjitha mundësi të hapura, por po them më produktive për Kosovën do të ishte një qeveri kalimtare për 4-5 muaj për të përmbushur edhe aspektin e amandamentimit të kushtetutës, miratimin e buxhetit, pastaj miratimin e disa obligime, marrëveshjeve ndërkombëtare pas cilat se Kosova nuk mund të marrë fonde të caktuara nga ndërkombëtarët. Nuk e di nëse do të bëja në peshoj, mendoj se gjasat për zgjedhjet e jashtëzakonshme ose një qeveri kalimtare janë 50-50. Ndërkohë, zoti Koci, çfarë do ndodhi me situatën Kosovë-Serbi në kohën që kemi një paqe të madhe që ndodhi në Gaza midis Hamasit edhe Izraelit? Profesori nderuar në Universitetin John Hopkins, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka bërë disa sugjerime për sot një shkrim interesant. Doja t'i trajtonin bashk idetë e tij ku le të themi mund të lexojmë edhe skenar të mundshëm të ardhmes thash konfliktit midis Kosovës dhe Serbisë. Tani fillimisht duhet të them që zoti Edward Joseph është njohës i jashtëzakonshëm i Kosovës. Ai ka qëndruar shumë gjatë në Kosovë, është shpesh qëndron në Kosovë dhe është njohës shumë i mirë. Ai sot në analizën e tij, nëse shumë të gjatë dhe shumë të thellë, pohoi që supozon që presidenti Trump të ftoj në shtëpinë e bardhë zyrtar të Serbisë dhe Kosovës dhe që të dy palëve të ofrohet plani i përfshirjes së Serbisë dhe Kosovës në NATO. Serbia do të kishte disa obligime të cilat ai nuk i ka specifikuar, ndërkohë sa i përket Kosovës, antarësimi në NATO i Kosovës do të nënkuptonte paralelisht sipas zotit Edward Joseph jetësimin e asociacionit. Pra ai ka përfshirë në atë marrëveshje të supozuar të presidenti Trump edhe marrëveshjen franko-gjermane, por me disa modifikime dhe tani me specifikim. Pra me ofertë të hapur si Serbisë ashtu Kosovës që të antarësohen në NATO, dhe ajo që më bëri përshtypje është edhe një gjë tjetër. Ai aty nuk përmend njohjen reciproke ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dhe unë mendoj se kjo është rrethana e favorshme sepse e lehtëson procesin. Normalisht që për Kosovën do të ishte mirë që të kishte njohje nga Serbia, por për faktin që ajo njohje nuk do të vjen edhe shumë kohë. Mendoj se zoti Edward Joseph e ka menduar shumë mirë, pra, ashtu si edhe marrëveshja franko-gjermane, por tani këtu në formë më të zëshme. Praktikisht në rastin e Kosovës i ofrohet antarësim në NATO me kushtin që të jetësoj asociacionin. Ai pohon në atë analizë se asociacioni është e pamundur të jetësohet në Kosovë nga kushdo qoftë pa ofertën që ka të bëjë me antarësim në NATO, dhe pohon madje se edhe zoti Kurti, nëse do t'i ofrojë antarësimin në NATO, do ta miratonte, supozon se do ta miratonte një gjë të tillë nëse kompenzim është antarësimi në NATO. Unë mendoj se është një nga idetë jashtëzakonshme sepse është shumë me qartë, do të thotë e njëjta ka qenë edhe në marrëveshjen franko-gjermane, por jo e definuar në mënyrë të qartë, jo e specifikuar. Tani ky e specifikon
dhe bën shumë të qartë një objektiv që në mendimin tim është i pranueshëm për Kosovën. Asociacioni nuk paraqet kurrë rreziku, një asociacion pa kompetenca ekzekutive, nëse paralelisht do të jetësohej me antarësimin e Kosovës në NATO. Pa antarësim të Kosovës në NATO, pa garanca sigurie, asociacioni është monstrum dhe mund të shpartalloj Kosovën, por me antarësim në NATO, mund mendoj që asociacioni nuk paraqet kurrë rreziku. Është është model i pranueshëm, sepse thjesht antarësimin në NATO do të garantonte integritetin territorial të Kosovës përfundimisht. Dhe pastaj ajo do të mbetej çështje nivelit qendror në Prishtinë dhe raportit të tyre me pakicën serbe në veri. Dhe unë mendoj që në rrethanat e antarësimit të NATO një gjë e tillë do të menaxhohej lehtë dhe edhe një gjë tjetër do të shuante orekset territoriale, përfundimisht do të shuante orekset territoriale të Serbisë në raport me veriun e Kosovës. Duhet thonë që kjo ka qenë dhe një ide hershme e juaja, zoti Koci, se mbaj mend bisedat që kemi bërë në emisionin tim, ka qenë një nga idetë që shpesh e keni artikuluar. Absolutisht, falenderoj. Unë e këtë mendoj të thashë 2 vite, do të thotë kam pohuar dhe vazhdoj të pohoj që nuk është njohja nga Serbia çështja kryesore me cilën duhet preokupohet Kosova. Unë kam pohuar dhe vazhdoj të them që antarësimi në NATO është vendimtar për Kosovën. Ne pam Ukrainën. Ukraina ishte antarësuar në Kombet e Bashkuara, ishte e njohur nga Rusia dhe e psoi. Por nëse Ukraina do të ishte në NATO, Ukraina nuk do të absonte. Njëjta është edhe në rastin e Kosovës. Ne këtu në Prishtinë, në Kosovë, jemi pak më shumë të preokupuar me Serbinë, njohjen nga Serbia, mendoj se është çështje e gabuar. Kosova duhet të fokusohet drejt antarësimit në organizatat ndërkombëtare deri në NATO dhe kjo është rruga e Kosovës dhe jo të pret mëshirën e Serbisë se kur do ta njohë Kosovën. Nuk ka nevojë në Serbia ta njohë Kosovën. Kosova mund të zhvillohet, Kosova mund të jetojë, të mbijetojë, të zhvillohet edhe pa njohjen nga Serbia. Serbia do ta njohë Kosovën pikërisht në çastin kur të hetojë që Kosova është antarësuar në NATO, është antarësuar në organizatat ndërkombëtare, sidomos perëndimore. Në atë çast Serbia do ta kuptojë që e ka humbur Kosovën dhe do ta njohë. E lehtëson goxha, e lehtëson jashtëzakonisht shumë, qoftë Kosovën për asociacionin, qoftë Serbinë për njohjen. Absolutisht. Ndërkohë, John Hopkins, profesori i nderuar, ka folur dhe për Donbasin që zhvillohet sipas modelit të Kosovës. Pra, po vjen e po ravizohet në një farë mënyre pas arritjes paqes në lidhjen e mesme, po vjen e po ravizohen edhe formula për zgjidhjen e shumë konflikteve. Zoti Koci. Po, zoti Edvard Joseph ka propozuar që Donbasi do të thotë pika qendrore e konfliktit Ukrainë-Rusi të zgjidhet sipas modelit të Kosovës. Ky do të ishte një variant i përshtatshëm për Ukrainën, mendoj unë, sepse ç'do të thotë modeli i Kosovës, do të thotë sjellje e trupave të NATO-s në Donbas. Dhe përgatitje e terrenit për mbajtjen e një referendumi, supozoj, ku popullata do të deklarohej se në cilën anë dëshiron t'ia mbajë. Por, mu mendoj që Rusia këtë nuk do të pranojë, është vështirë që kjo të pranohet nga ana e Rusisë, sepse ata e kanë bërë të qartë që nuk pranojnë praninë e trupave të NATO-s në Donbas në këtë rast. Në rastin e Kosovës, në Kosovë në vitin 99 kemi pasur mbi 50.000 trupa të NATO-s. Nëse kjo analogji do të jetësojë në Donbas, do duhet ishin edhe atje 50.000 ose 100.000 trupat NATO-s që të shojë që Rusia e pranon një gjë të tillë, sepse thjesht do të ishte praktikisht sjellje e NATO-s në para dyerve të para kufirit, të pranë kufirit ruse. Mendoj se kjo është pak më vështirë realizueshme, përderisa ajo çfarë thot zoti Edvard Joseph për raportet Kosovë-Serbi dhe antarësimin e NATO më duket realiste dhe mundshme. Kjo për Donbasin dhe modelin e zbatimit të Kosovës në Donbas më duket pak më vështirë dhe më pak e pranueshme nga Rusia.
po mundësia për eskalim për situatës në veri, zoti Koci, ajo që diskutuam dhe sjell këtu në vëmendje faktin që Kosova sapo ka marrë rreth 8.000 dron nga Turqia, ndërkohë para disa javësh kishim edhe stërvitjen, kishim atë paradën, në Serbi, ku u ekspozuan ato që u ekspozuan nga Serbia. Pra sa i mundshëm është, le të themi, eskalimi i situatës, pastaj le të themi zgjidhja e situatës pas këtij eskalimi. Tani, sjellja disa mijëra dronëve në Kosovë, unë mendoj që është sinjal shumë transparent, jo vetëm nga Kosova, por edhe nga ana e Turqisë, dhe sidomos kisha për të thënë nga ana e NATO-s. Nuk mendoj se Turqia ka mundur të sjellë dronët në atë sasi, pa miratimin spaku të heshtur të Shteteve të Bashkuara, por kisha për të thënë edhe krerët të NATO-s, pavarësisht çfarë thonë ata. Mendoj se është sinjal për Serbinë nga ana e perëndimit që nëse tentojnë konflikt në veri të Kosovës, do të ballafaqohen me rezistencë. Unë mendoj se në strategjinë serbe dhe ruse është një komponente që nuk shifet. Mendoj që synojnë konflikt në veri për ta ndërliku NATO-n, në mënyrë që të shkaktojnë përçarje brenda NATO-s dhe ta kompromitojnë NATO-n në atë konflikt i cili nga pala serbe do të ishte më shumë konflikt guerrille. Por unë mendoj që NATO nuk do të bjen në këtë grackë, ashtu siç nuk ndodhi në rastin e Banskës, dhe se në rast të një konflikti të tillë në veri, me forcat serbe do të ballafaqohen forcat kosovare, ekskluzivisht forcat kosovare. Ato stërviten nga viti 2008 nga instruktor perëndimor, dhe kjo nuk është kurfar mshefësie. E dyta, këto ditë rastisit të dëgjoj një deklaratë të ish shefit të FSK-s, Armend Mehes, i cili tha se opinioni nuk e di se çfarë armatimi disponon Kosova. Nuk e shpjegoi këtë deklaratë, por la përshtypjen që Kosova duket se mund të disponojë edhe armatime tjera për cilat fshinjet nuk janë dieni, ose edhe nëse janë gjëra që nuk janë publike. Marrë në tërësi, mendoj se sjellja e dronëve është sinjal i qartë Serbisë që në rast të shkaktimit të një konflikti në veri, ata do të ballafaqohen me forcat e Kosovës, të përgatitura, të armatosura, besoj unë mirë, të armatosura mirë, sepse është edhe një faktor që mund të ndikoj ta zëmë në rast të një konflikti në veri, ndërmjet forcave kosovare, po përjashtoj NATO, dhe KFOR-in, dhe forcave të Serbisë, ose armatimeve që disponon Kosova. Kosova brenda 24 ore mund të furnizohet me armatime tjera, qoftë nga Turqia, qoftë nga Shtetet e Bashkuara, qoftë nga Shqipëria, qoftë nga Kroacia, sepse nuk ka kufi, do thotë, ka përmes Shqipërisë siguron daljen në Durrës dhe Adriatik dhe prandaj në Mesdhe. Kjo është një avantazh i jashtëzakonshëm i Kosovës. Askush nuk mund të pengoj ta zënë Britaninë e Madhe, Turqinë, Kroacinë, që të furnizojnë ushtrinë e Kosovës në këtë rast forcën e sigurisë me çfarë do armatimi të nevojshëm që do t'i duhej ushtrisë e Kosovës. Prandaj mendoj se ky është sinjali që është dërguar Serbisë, nëse ka planifikuar ndonjë konflikt, do ta kenë atë konflikt. Do ta kenë atë konflikt në veri, por jo në kuptimin që NATO të ndërhyjë para. Jo, do të ndërhyjnë besoj forcat kosovare të mbështetura me logjistikë dhe armatim të perëndimorëve. Është diçka tjetër nëse Serbia pastaj tenton invadim me forca ajrore, aty pastaj pres që normalisht aty pastaj NATO do të hynte në lojë. Zoti Koci, të falenderoj shumë që të kisha si gjithmonë. Faleminderit Vesin. Kënaqësi. Në këtë pjesë e emisionit është bashkuar me mua Floriar Arapi,
politolog, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Florian, kënaqësi që të kam. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Si gjithmonë. Flor, do ta nisim me atë lajmin e madh që erdhi nga Egjipti. Si e lexove fillimisht, pastaj çfarë do prodhoi për Lindjen e Mesme, se po diskutohet edhe Trump kishte nxjerr diçka që nuk është Gaza, është një pjesë shumë e vogël e atij plani që ne kemi rënë dakord. Kjo bëhet fjalë për paqe afatgjatë në Lindjen e Mesme. Po kjo është një lloj përpjekje për ridimensionim të marrëdhënieve ndërmjet Shtetet e Bashkuara në krye të perëndimit të temi bashkë me botën muslimane. Ka pas një rrezik që bota muslimane të rrëshkasi drejt influencës ose drejt aleancës ruso-kineze. Dhe ky rrezik ka qenë shumë evident ose dhe temi maksimal në këtë luftën aktuale të tanishme të Izraelit. Pra, dëmi që i ka bërë Izraeli Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka qenë shumë i madh në këtë drejtim, sepse ka vendosur një lloj hendeku ndërmjet botës islame, botës arabe dhe botës islame dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke i çuar, duke i detyruar që të shkojnë me zor drejt një lloj aleancimi ose drejt një lloj afrimi, le të themi, me Rusin, e cila patjetër që kjo është e dëmshme dhe është e rrezikshme për Shtetet e Bashkuara, sepse në fundit kush sipas asaj fjalës që thuhet, domethënë kush kontrollon lindjen e mesme, kontrollon botën. Zemrën e tokës. Nuk është se është lindja e mesme, po është mesi i mesëm, për çka se perëndimi i thot lindje, po nuk është as pak lindje, është mesi i mesëm, nuk është lindja e mesme, pra është zemra e botës midis të treja kontinenteve të Azisë, Evropës dhe Afrikës. Dhe pra kjo është gjë e parë, le të themi, e cila rrjedh nga kjo marrëveshje e tanishme, është një përpjekje për të afruar dhe për të vendosur paqe dhe për të bashkuar, ata të bashkuar ka qenë, le të themi, në një lloj aleance, ka qenë bota islame dhe me Shtetet e Bashkuara, po kjo është një përpjekje për të sheshuar atë dëmin që i ka bërë Izraeli këtyre marrëdhënieve. Tani Trumpi është pak, ne e dim se si Trumpi është showman, është populist dhe përpiqet që t'i bëjë gjërat t'i vlerësoj më tepër se ç'duhet gjërat. Ai tha që ne kemi bërë një paqe që ka 3000 vjet. 3000 vjet, po. Ne kemi 3000 vjet për të ardhur në këtë ditë. Kjo është njëra nga 3 variantet, le të themi, të kësaj paqe. Është kjo një paqe e vazhdueshme, paqja e dur 3000 vjeçare e cila do të ndodhi. Për mendimin tim, në rrethanat që është vendi atje dhe me atë Izrael dhe me atë ekstremizëm, racizëm ekstrem që ka Izraeli, është shumë e vështirë që të arrihet kjo paqja që dëshiron Trumpi, kjo paqja 3000 vjeçare ose paqja që vjen pas 3000 vjetësh. Neve pas marrëveshjes kemi vazhdim të sulmeve të Izraelit, sulme të kufizuara, ka në Gaza ka pasur sulme, por vazhdon në represioni dhe sulme dhe dhunimi i vendeve të shenjta në bregun perëndimor. Mos të harrojmë, kjo luftë ka nisur quhet tufani i Al-Aqsas, tufani i Aqsas. Tufani, furtuna Al-Aqsas. Furtuna Al-Aqsas ka nisur posaçërisht për shkak të shtimit të dhunimit dhe përdosjes së xhamisë së shenjtë Al-Aqsa. Tani ditën që po bëhej marrëveshja, ditën që kishin shkuar Netanyahu për të bërë marrëveshjen, në të njëjtën ditë Ben Gviri shkon me 300 veta, dhunon përsëri shenjtërinë e xhamisë Al-Aqsa. Pra, u realizua marrëveshja 3000 vjeçare e Trumpit. Kjo është varianti i parë, për mendimin tim është variant që është vetëm dëshirë e Trumpit. Por kemi edhe 2 variante tjera që është një marrëveshje që të ndalojë luftën e tanishme, pra këtë luftën 2 vjeçare të japi fund dhe të hyjë Gaza në një rindërtim dhe në një paqe
Armë pushim. Sado armë pushim ose një paqe sado pak të qëndrueshme. Kjo është e mundshme dhe shpresojmë që të arrihet në një pikë të tillë, sepse gjasat janë për të arritur me këmbguljen dhe me presionin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që duket që e ka marrë në një farë mënyrë, e ka marrë seriozisht të gjë. Dhe përveç kësaj, një faktor plus në këtë situatë është pjesëmarrja e Turqisë. Po, për këtë e kisha fjalën se pra, në varësi se sa do të jetë aksesi që do ketë Turqia në këtë marrëveshje, atëherë në varësi të kësaj, sa do t'i lejohet le themi dhe sa do të angazhohen palët që t'ja japin këtë drejtë, aq është niveli dhe siguria e paqes, garancia e kësaj paqe. Sepse në atë tavolinë ne kishim 4 shtete, kishim Shtetet e Bashkuara që është njëanësisht në krah të shumë e njëanshme në krah të Izraelit, gjithë armatimi ka ardhur nga Shtetet e Bashkuara, gjithë mbështetja politike, shifra në mos gabofsha është disa 10 miliard dollar armatime që ka marrë Izraeli për Shtetet e Bashkuara. Në krahun tjetër kishim Hamasin, kishim Turqinë e cila ka qenë pothuajse drejt për drejt një aleate e Hamasit në këtë konflikt, por ka kryer vetëm mbështetje politike sepse s'ka pas mundësi të kryej ndërhyrje të tjera, mbështetje financiare apo mbështetje me armatime në këtë çështje, aq më tepër kur edhe Shtetet e Bashkuara janë aq shumë të angazhuara dhe aq shumë të pozicionuara në këtë konflikt dhe vendosja e Turqisë në një konflikt të tillë me të njëjtën formë i bie që të konfliktoj pothuajse drejt për drejt me Shtetet e Bashkuara. Dhe kemi edhe Katarin që ka qenë deri diku ndërmjetësues dhe aleat edhe i Hamasit, po edhe i Shtetet e Bashkuara, sigurisht edhe Turqia, dhe kemi edhe Egjiptin që është shteti me peshën më të madhe rajonale dhe shteti më i madh në botën arabe, i cili ka qenë një, le të themi, neutral në këtë lloj konflikti. Ka pak anën, kuptohet që ka anën e palestinezëve, por deri diku ka qenë armik përpara kësaj lufte me Hamasin, kundërshtar, dhe më pas, më mbrapa, me sa duket marrëdhëniet janë përmirësuar goxha ndërmjet Egjiptit dhe Hamasit, nga ajo që shihet nga sjelljet. Dhe hyrja e këtyre faktorëve e bën që të kemi mundësi që të arrijmë një paqe të qëndrueshme, të përkohshme, pra një garanci për paqe. Varianti i tretë pastaj është ai më i keqi që ka ndodhur edhe herë të tjera. Izraeli ka marrë pengjet, e ka kaluar hallin e vet, tani kur të dojë fillon prap luftën, nuk ka gjëra që ta lidhin, le të themi, nga presioni i brendshëm. Ka mbështetjen e brendshme të popullatës. Aty popullsia, shumica e popullsisë kanë mbështetur. Ky është varianti më i keq, po thua. Dhe jo vetëm aq, po radikalizmi, ekstremizmi i popullsisë izraelite shkon deri atje sa që rreth 47% e popullsisë janë të mendimit që vrasja e fëmijëve është diçka normale ose domosdoshme. Vrasja e fëmijëve të palestinezëve. Duhet edhe i deradikalizim, sepse thonë këto do rriten dhe do të bëhen terroristë më mbrapa, kështu që i vrasim që të vegjël që kemi shpëtuar për këtyre. Pra, një nga ato 20 pikat e marrëveshjes, biles e para për tyre ishte deradikalizimi i Hamasit dhe i palestinezëve. Ja i radikalizuam, falë se unë ka truam. Po kush do t'i bëj deradikalizimin e izraelitëve? A ka kush që e ka nisur këtë, apo e ka evidentuar dhe e ka njohur? Sepse këtë e ka njohur vetëm nëpërmjet medjave sociale, po e njeh tani gjithë bota. Por askush nuk e ka dënuar përveç Turqisë ose në një nga shtetet arabe aty të rajonit, dhe pjesa tjetër e perëndimit as nuk pranon që ta fusin në agjend për ta njohur këtë
radikalizim të ekstremizëm fetar, racist, nacional dhe fetar që ka Izraeli. Ndërkohë, Turqia, Florian, si e shikon rolin e Turqisë në një kohë që jo më shumë se një javë apo 2 javë më parë, firmosi bashkë me Donald Trump në shtëpinë e bardhë Erdogan një marrëveshje për avion F-35, një marrëveshje bërthamore gjithashtu për dhënien e disa le të themi turbinave bërthamore, por që në detaje unë nuk domethënë duhet të jesh ekspert për të dhënë idenë e qartë. Pra, sa lidhet kjo me faktin që Turqia tashmë do të ketë të njëjtin akses tek niveli lart i avionëve siç ka dhe Izraeli, F-35. Pra, sa lidhet kjo marrëveshje me këtë fakt dhe cili mendon do jetë roli i Turqisë pas kësaj në lindjen e mesme? Turqia në 20 vjeçarin e fundit, jo vetëm lindjen e mesme, por ka qenë faktor tejet i rëndësishëm ndërkombëtarisht. Po. E vërtet. Madje sa që Trump thoshte sot që Erdogani është nga njerëzit që mund të ndihmojë për zgjidhur edhe situatën në Ukrainë. Po. Ai i dëgjuam deklaratat e tij, ai tha Turqia ka një ushtri shumë të fortë, tha, dhe më të fortë se ju që mendoni, shumë prej ju që mendoni, tha, dhe tha ka qenë në vijat e frontit në vitet e fundit në disa luftra, tha. Po. Por, tha, ka qenë në vijën e parë, tha, në disa luftra, tha, dhe i ka fituar gjitha, tha. Por, tha, Erdogani, tha, është njeri i thjeshtë dhe nuk ka të kërkuar... Nuk është mburrur kur për këtë. Nuk është mburrur, tha, për këtë gjë, tha. Është përpjekur të... Por ka qenë gjithmonë në miki imi, tha, ka qenë gjithmonë në anën... Po. Askush nuk do që ta humbi Turqinë si aleat. Aq më tepër Shtetet e Bashkuara, domethënë që janë tepër të zgjuar nga sjellja diplomatike ndërmjet shteteve. Pra askush ata bëjnë gjithçka dhe Trumpi dhe kjo lloj marrëveshje që u bën ndërmjet Izraelit në një farë mënyrë është drejt për drejt është ndërhyrje e Turqisë. Atë që neve mund të kuptojmë nga mbrapa kuintave, ajo që ndodh, domethënë janë ato diskutimet e drejt për drejta dhe presioni le të themi i Turqisë për kryerjen, për realizimin e kësaj paqeje. Pra, aty ne pam që u bë një mbledhje në KB ndërmjet Turqisë që drejtohej nga Trump dhe nga Erdogan, dhe aty ishin një numër shtetësh të tjera, një numër shtetësh të tjera arabe. Në krye ishte Trump dhe Erdogan. Kjo është shtetet tjera, ndërto Egjipti, Katari e tjera. Pra, pesha e Turqisë në ruajtjen e paqes është thelbësore. Dhe situata po shkonte në një pikë të tillë që nuk do ishte çudi që Turqia të afrohej, le të themi, drejt kufirit të Izraelit. Pra, po shkonte deri në një pikë të tillë, në cilën Trump kishte nevojë të ndërhynte dhe ta shëshonte këtë gjë. Pra, me deklarata të agravuara dhe duke vazhduar, duke u rritur, dhe Turqia duke përgatitur një numër të madh tunelesh bërthamore brenda Turqisë, çdo një urdhër që të ngrihen një tunele për mbrojtje bërthamore brenda Turqisë. Se kisha dëgjuar këtë. Po. Kjo është një hap i drejt për drejt për përgatitje për luftë me Izraelin. Pra, ka disa muaj, domethënë ka 2-3 muaj, rreth pak a shumë 2-3 muaj që është dhënë ky urdhër, përgatitje masive ushtarake dhe të tjera të cilat ka bërë Turqia, që nuk, pra, me sa dukej, situata ishte duke agravuar pa kthim mbrapsht. Dhe kur gjërat shkojnë deri atje në një pikë që rritet retorika, rritet. Kjo është foto, besoj. Kjo është foto. Indonezia, Pakistani, Jordania, ky i Arabisë Saudite, ministri i jashtëm, ky i Katari, pra shtetet
më të rëndësishme muslimane. Pra është Indonezia që është shteti. Ja, Irani s'është në këtë tavolinë se s'mund të jetë. Indonezia që është 280 milion banor, Pakistani që është 240 milion banor, pra në këtë tavolinë janë rreth 1 miliard banor. 1 miliard përfaqësuesi dhe 1 miliard banor, ëh? Po. Pra po të llogarisë. Botës muslimane. Botës muslimane. Pra